Policia arrin të identifikojë të dyshuarit e parë për masakrën e së dielës në Vlorë ku humbën jetën 3 shtetas në një nga plazhet private. Leo Osmanaj, 19 vjeç, është ndaluar nga policia si dyshuari kryesor pasi mendohet se ai ka qenë shkaku që çoi më pas në masakrën e plazhit. Të dhënat paraprake të policisë bëjnë të ditur se i dyshuari kryesor për këtë ngjarje tragjike, Leo Osmanaj, ka debatuar me Sokoli Sufajn dhe më pas është larguar, duke u kthyer vetëm pak minuta më vonë me një shokun e tij. Në këtë moment policia nuk ka arritur të rikonstruktojë ngjarjen për shkak se policia nuk ka një identikit të personit që ka qelluar, por në orët e para të ditës së hënë policia ka arritur të gjejë armën e krimit vetëm 1 kilometër larg vendit ku 3 shtetas gjetën vdekjen. Analiza e gjurmëve të gishtërinjve të armës së krimit nuk korrespondon me shenjat e Osmanajt, prandaj policia ka dalë në rezultatin se autori i krimit ka qenë shoku i tij, të cilit për arsye hetimi nuk i bëhet i ditur emri. Pas ditën e së dielës, 3 persona janë ekzekutuar në një resort turistik në Bregdetin e Vlorës. Ngjarja ka ndodhur në plazhin e Kalas pranë ujit të ftohtë në Vlorë, në një zonë të mbipopulluar nga pushuesit. Nga breshëria e automatikut kanë gjetur vdekjen 3 persona, ndërsa viktimat nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin.